Nëse shohim me kujdes pamjen, momentin e atentatit, shohim që ka qytetarë që largohen me vrap nga paniku, dhe i momenti caktuar është kur kalon kolon e një delegacioni zyrtar me 2-3 makina diçka e tillë. Dhe nga ana tjetër, sa i përket rrezikut që mund të kishte pasur të linjave ajrore në këtë rast. Ju si njeri i drejtësisë dhe që keni lexuar raste të caktuara të tjera qoftë në Shqipëri apo edhe jashtë, a mendoni se mund të kishte pasur një dëm shumë herë më të madh se sa thjesht atentati që ndodhi ditën e djeshme, pra që mund të kishte pasur të vrarë në civil, mund të kishte pasur të vrarë në delegacionin zyrtar që kalonte, apo edhe plumbat mund të kishin bërë rikoshet ku mund të kapnin qoftë edhe po themi avionat e linjave fluturuese në atë rast? Po, ekzistonte mundësia dhe rreziku që ne të kishim edhe qytetarë tjerë cilët mund të ngeleshin të lënduar, siç kemi me qindra raste që kanë ndodhur krime të tilla. Fat nga njëra anë është keqardhje dhe ne ndjejmë gjithë i shprehim ngushëllime të afërm dhe familjarëve të viktimës, por nga ana tjetër është fat që këta kanë qenë të përgatitur dhe profesionistë, të cilët nuk kanë qenë shumë të sigurt dhe e kanë pasur shumë të qartë objektivin e tyre. Çfarë do të ndodhte nëse me të drejtë e ngrihen shqetësimin, çfarë do të ndodhte nëse do të kishim amator, pra do të kishim vrasës të cilët do shkonin pra për ta realizuar të krim, nuk kanë pasur përvojë ose mund të kenë pasur një përvojë të brisht, mund të kenë pasur një ose dy raste dhe nuk kanë idenë se si të manovronin dhe si të kalonin, si do ta ndalonin viktimën, si do ta godisin e tjera me radhë. Kështu që ky duhet të jetë krimi i fundit që ndodh në pranë aeroportit të Rinasit. Besoj që, jo se besoj, por duhet me patjetër që aty të angazhohen forca të cilat të marrin në ruajtje aeroportin, mundësisht edhe komandot, pra të futet ushtria, në mënyrë që të ketë mundësi që gjithë perimetri i aeroportit të jetë i survejuar, të ketë ushtar, madje edhe ushtar të cilët janë me uniformë, të jenë me armë në rrugë në momentin që përshkruan aeroportin nga dalja edhe nga daljet e tjera deri në një farë piket, ketë posobllogje edhe në rrugën, pra në urën që shkon apo mbi kalimin e Rinasit, por edhe në anën tjetër të rrugës, pra rruga që shkon në autostradën Tuman-Kashar. Kështu që këto duhet të jenë mësime për organet zbatuese në çdo vend, pra e kemi parë aeroporte apo porte të rëndësisë së veçantë që aty kemi prani të forcave ushtarake, jo vetëm të forcave policore. Dhe komisariati i Rinasit duhet të ristrukturohet, që do të thotë aty duhet të ketë trupa policore, duhet të jetë një trup elit e përgatitur, pra si fizikisht, emocionalisht, psikologjikisht, edhe të ketë një skanim të gjithë karakterit dhe personalitetit të këtyre punonjësve të policisë, të jetë e përgatitur, të ketë gjitha ato pajisjet e nevojshme, të ketë patrulla, të cilat patrullat mund të jenë edhe me makinë, mund të jenë edhe me mjete tjera, do kemë mundësi që të manovrojnë në kohë, sepse me automjet kur ka trafik është e pamundur që të kalosh edhe të shkosh në vendin ku mund të ketë një incident apo një ngjarje e rëndë, të ketë vërtet një trup elitare e cila të jetë në gjendje që edhe të drejtojë dhe të udhëzojë qytetarët nga momenti që dalin apo hyn në aeroportin e Rinasit, por edhe të shërbejnë atyre në momentin që do ketë incident. Pra në gjithë perimetrin duhet të ngrihet një plan i tillë që të ketë mundësi ndërhyrje të menjëhershme. Përveç
këtyre masave duhet ketë edhe një shtim të shtuar, pra duhet ketë një numër të shtuar të punojësve të inteligjencës, ku kam parasysh shërbimin informativ kombëtar, i cili duhet të jetë prezent, do të ketë një plan të detajuar bashkëveprimi edhe me forcat e policisë në mënyrë që të evidentojnë, të marrin informacion dhe të referojnë çdo ngjarje e cila cënon rendin kushtetues të Republikës së Shqipërisë. Pra këto janë masa që nuk duhet lënë në momentin e fundit, apo masa të cilat nuk duhet lënë me disa muaj. Ndodhin ngjarje dhe ne tani do shikojmë që do ketë forca të shtuara të policisë, do ketë posobllokë, siç ka ndodhur edhe në rastin e grabitjes së Rinasit, por këto masa duhet të jenë të përditshme, të përhoshme, të përmuajshme dhe të përvishme, në mënyrë që mos kemi fare ngjarje në këtë aeroport. Po çfarë ka ndodhur? Se çmë kjo ngjarje është pasuruar në gjitha media ndërkombëtare. Çfarë ka ndodhur me ata qytetarë që janë të huaj? Se kemi shumë vizitorë që kanë vizituar, delegacionin që ka ardhur, pra kanë qenë persona të rëndësisë së veçantë, të cilët mund të ishin cënuar. Dhe në moment që cënohet, kemi një prishje të imazhit ton, qoftë si vend, por edhe si popull. Dhe kjo sjell një impakt shumë negativ në gjithë fushat e ekonomike, siç mund të jetë turizmi, kultura dhe shumë fusha të tjera, të cilat sjellin pasoja negative për vendin dhe për gjithë qytetarët shqiptar. Si mendoni, pse është zgjedhur Rinasi dhe pikërisht ai vend tek pjesa rreth rrotullimit të Rinasit për të kryer një atentat të tillë dhe çfarë mesazhi mendoni se autorët kanë dashur të përcjellen në këtë rast duke e kryer vrasjen pikërisht në një vend që është mjaft i frekuentuar? Unë besoj që është zgjedhur ky vend sepse nuk ka pasur mundësi tjetër, duke qenë se vetë autori, vetë viktimat, pra dy viktimat, për shkak edhe të atentatit të mëparshëm, sepse ka pasur edhe atentat të mëparshëm, ruheshin në mënyrë të fortë apo në mënyrë të shumë, pra mënyra e ruajtjes ka qenë goxha e madhe, edhe me automjete të tjera, dhe ky ka qenë vetëm moment të cilin ata duhet ta shfrytëzonin. Pra, kjo tregon që edhe më parë autorët mundet që ta kenë ruajtur, ta kenë vëzhguar, ta kenë ndjekur dhe nuk e kanë gjetur dot mundësinë. Kjo ka qenë mundësia jo e vetme, po mundësia e artë për ata në mënyrë që të realizonin objektivin që i kishin vendosur vetes. Kështu që ndaj e zgjodhën atë ditë, pra edhe atë orë, sepse i kanë vlerësuar të gjitha kushtet. Ndoshta ata kanë shumë kohë që vëzhgojnë. Ne këtë nuk e dim, pra duhet ta shikojmë nëse prokuroria pra do të nxjerrë diçka apo jo. Dhe të gjitha këto vrasje të cilat bën të mirë menduar dhe të planifikuar dhe të kontraktuar me profesionistë, ata janë gjatë gjithë kohës në vëzhgim dhe gjejnë momentin. Pra, profesionisti nuk do që të gabojë në objektivin e tij, së pari nuk do sepse ka marrë përsipër të kryej një krim për cilin ai do të paguhet, në vlerë monetare apo jo, kjo është diçka për të parë, por që ka marrë përsipër që ta kryej. Së dyti, ai vlerëson të gjitha kushtet, pra e ka aftësinë që të kalkuloj nëse është vendi koha e dur për të realizuar të krim, dhe së treti shikon edhe mundësinë se si mund të largohet në mënyrë të menjëhershme nga vendi i ngjarjes, në mënyrë që mos të kapet nga autoritetet policore. Pra këto janë vlerësime, pra janë disa le të themi vlerësime që i bëjnë autorët apo ata të cilët ka marrë përsipër
kryerjen e këtij krimi dhe përpasoj del që ky ka qenë vendi më i përshtatshëm. Ata ndoshta kanë me vite që i ruajnë viktimat, por nuk kanë pasur mundësi për ta realizuar një gjë të tillë dhe kanë gjetur momentin pranë aeroportit të Rinasit dhe në të njëjtën orë. Nuk i besoj që duhet ketë ndonjë mesazh, sepse nuk është se janë ndonjë personalitet pra politik apo të ndonjë fushë tjetër që duhet të japin një mesazh për viktima, por thjesht qelloi që aty ishte vendi i dur dhe koha e dur për të realizuar ky krim.